Zoti Berisha, kam një pyetje sa i takon asaj se çfarë ju keni denoncuar më herët në lidhje me raportet. Ju sot sollët sërish raportin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, por më herët ju keni denoncuar se përfaqësues të lartë mazhorancës socialiste kanë bërë presion vëzhguesve të huaj për ndryshim të raportit. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht dhe kush janë këta vëzhgues që janë kërcënuar dhe nga kush janë kërcënuar? Faleminderit. Në mënyrë konkrete, presion antiligjor, antidemokratik është bërë ndaj ekipit vëzhguesve të SB Odirit. Dhe unë këto i kam denoncuar në të gjitha instancat ndërkombëtare dhe publikisht. Dhe në këtë fushat presioni është implikuar vetë personalisht Edi Rama dhe ministri i tij i jashtëm Igli Hasani. Unë kam informuar se ky i fundit ka thirrë në zyrë përfaqësuesit e OSB-o emisionit vëzhguesve, pasi ka dërguar mesazhe kërcënuese dhe u ka kërkuar llogari për frazat se këta janë ai sekt që besojnë gënjeshtrat e tyre. Këta besojnë gënjeshtrat e tyre. Këta jetojnë në një realitet që nuk ekziston. Problematikat që adreson ky raport, veçanërisht për standardet e zgjedhjeve, a e penalizon Shqipërinë në procesin integrues në Bashkimin Evropian? Problematika që adreson ky raport, veçanërisht për mungesën e standardeve të zgjedhjeve, a e penalizon Shqipërinë në procesin integrues? Pa asnjë diskutim. E penalizon thellësisht. Dhe ata e thonë, falni, mirëpret ambicien, thot. Mirëpret ambicien e Shqipërisë për të përfunduar negociatat e antarësimit deri në fund të vitit 2027. Çfarë do thot? Ti ke drejt të thosh, s'ka. Po, thot. Rikujton se vendet kandidate kalojnë për transformime të thella për të përmbushur kriteret e antarësimit gjatë negociatave, të cilat zgjasin sa është e nevojshme për të implementuar reformat e nevojshme. Thekson nevojën për të forcuar transparencën, përgjegjshmërinë dhe përfshirjen e procesit të antarësimit, përfshir dimensionin e tij të parlamentar, paralajmëron kundër çdo veprimi që mund të dëmtoj sistemin e kontrollit të balancave. Po kush ta lexoj? Ajo që e nxjerr Don Kishotin nga Janjari? Ku mund ta lexoj ajo këtë? Ka i bën thirrje Shqipërisë për të përshpejtuar reformat për të forcuar sundimin e ligjit. Ka sundim ligji. Të luftoj korrupsionin dhe krimin e organizuar. Të pres lidhet pa Edi Rama, Taulant Balla, Elvin Hoxha, Belinda Balluku, edhe kjo Spiro Gjoka, se kot nuk e quajta Spiro Gjoka, unë jo. Të siguroj mbrojtje të drejtave thelbësore,
dhe të bëj përparime në fushën e lirisë së shprehjes, lirisë informacionit, pluralizmit. Indirekt, raporti thot se pluralizmi është në rrezik. Pa shkon çështja tek pluralizmi, që nuk do të ekzistonte kur. Dhe pavarësisë së medjave. Parajmor kundër çdo veprimi që mund të dëmtojë sistemin e kontrollit dhe balancave. Kush t'ia lexoi asaj? E kuptoni vetë ju? Sa e papërgjegjshme është? Thekson detyrën e parlamentit për të respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese pavonesë. Pavonesë. Thekson rolin themelor, thekson detyrën e parlamentit për thekson rolin themelor dhe të pazëvendësueshëm të parlamentit për ruajtjen e kontrollave dhe balancave. I bën thirrje Shqipërisë për siguruar përgjegjësi demokratike. E kuptoni apo jo? Përgjegjësi demokratike, domethënë këtu qëndrimet janë për demokraci së shpirt njeri. Nuk çdo rresht që lexohet në raport, ju lutem lexojeni. Çdo rresht që lexohet në këtë raport bën autopsin e narkoshtetit. Tjetër. Në djeshme, Kryeministri Edi Rama ka bërë publike një kërkesë të Unionit të Gjyqtarëve që kërkojnë rritjen e pagave të tyre deri në 700 euro. Por Kryeministri këtë ka quajtur një lajthitje. Në këtë rast, ju qëndroni në krah të Kryeministrit dhe jeni kundër rritjes së pagave të gjyqtarëve apo mbështesni këtë kërkesë të Unionit të tyre për rishikimin e pagave të tyre? Sa kanë kërkuar dhe njërë të lutem? 700 euro. Deri në 700 euro është rritja. Dhe për të përmbysur piramidën e rritjes pagave, ku tashmë do të merret si bazë presidenti dhe drejtori i departamentit kryeministri. Tani e kam theksoj se prokurorët dhe gjykatës në Shqipëri, po prokurorët paguhen më shumë se çdo gjykatës dhe prokuror në të gjithë gatishulli e Ballkanit dhe baras me disa vende të Europës. Nuk ka gjë më absurde dhe kjo vetëm sa u ka rrit oreksin. Në qoftë se ju jeni gazetar dhe takoj çdo ditë me njerëz. Qoftë se gjeni një qytetar të vetëm, që u thotë se po mesën procesi gjyqësor pari shfet, urdhoni dhe tërëzojmë këto. Por sot ju garantoj se shfeti ka marrë për masat më gjigande në tërë historinë e këtij shteti. Ka qenë një periudhë kur, nuk e mohoj, kur ky çakalli që del çdo natë dhe flet nga shallvaret apo nga Berlini thot, bashkë me bosin e tij, Komisioni Evropian në një raport investigativ i akuzon e zezmi të barë në raport se këta mirrin 150.000 euro për një transferim, 200 dhe 300.000 euro për një emrim në Tiranë. Po. Dhe të them të vërtetën, në qoftë se ka gjë në themel të shkatrimit atij sistemi, qëndrojnë pas gjithashtu këta dy vetë.
ja u them me keqardhjen më të madhe. Sepse këtë praktik nuk ndoqi Recep Mejdani. Jo. Ishte para, Recep Mejdani kreu detyrën e kryetarit KLG-s që ishte në atë kohë. Kjo praktiku instalua me këta 2 persona dhe ju mund të bëni një hetim se çfarë do u thonë gjykatës dhe prokuror. Natyrisht unë kërkova që ta publikonin, se erdhen me pyetën mua. Zoti kryeministër, ta publikojmë këtë raport me njëherë, i thash. Ta publikojmë. Por ata nuk e publikuan sepse të dy këta, ky Çakalli që ishte në atë kohë sekretari i përgjithshëm i KLG-s, ose që ishte kësaj natyre, kërkuan që raporti të mos bëhej publik. Por sot ju garantoj që shifrat krahasuar me atë kohë janë 2 apo 3 fishuar. Janë 2 apo 3 fishuar. Sot, sidomos, me shumat e pamasa kolosale që disponojnë kartelet e drogës, pa kufi, mos u çuditni që për gjykimet caktuara shkojnë edhe ipen edhe 10 milion euro. Edhe 10 milion euro, s'po them shifra se i kam, po se sa të sakta janë nuk e di. Pra, kur ndonjëherë Shqipëria nuk ka patur një shkallë të tillë të tmerrshme korrupsioni, siç ka sot. Po më thujti mua pak. Sa dha poja Altin Troplinit për të mos arrestuar. Altin Troplini faktikisht amnistoi njeriu më të rrezikshëm për drogën në Europë. Sepse karteli i tij është karteli më i fuqishëm, është i vetmi kartel me port në dispozicion. Unë jam i bindur se këte e kombinojnë me Edi Ramën, por të garantoj që poja Altin Troplinit mund t'i jepte edhe 20 milion euro pa asnjë lloj dhimbje koke. Pra, ato rroga ka për tyre njerëz të ndershëm, ka vajza të ndershme, ka burra të ndershëm, djem të ndershëm, nuk i mohoj fare. Por se si vepron korporata e krimit, e shtruar në një korporat, e lidhur, sa dush duman sa dush. Kjo është, po prap do në kohë, këto fraza që më dëgjuat ju për drejtësinë janë hapat e parë. Ne vazhdojmë gjersa të vërtetën e shëmtuar. Sot përsëri ka avokatët të drejtësisë politike. Ka. Sot ata të cilët të korruptuar apo jo të korruptuar nuk di, u bën avokatër kryesor të kësaj korporate. Bëjnë gjithçka që ta mbrojnë, por diellin me shosh nuk e mbulojnë. Ne do bëjmë gjithçka që vendi të ketë sistemi e drejtësisë. Dhe i garantoj kur me rrogat më të larta. Kur me rrogat më të larta në rajon, por rroga në proporcion. Në proporcion me vendin. Nuk është vendi
për 7.000 euro për ata që flenë mbi dosje krimi, si që flenë Altin Troplini. Urdo, më thuj muti pak, ku është poja? Ka një jetim për pojnë ku shëndesko... Kur erdi puna për Francesc Qopja, Frank Qopjen, shumë bukur. Shkoj gjerë sa ti mirë të telefonin Prodz, se i tha Prodz ti e ke njoftue. Prodz është një matrix, kjo s'ka si diskutim. Por, problemi është se s'kishtë njoftuar Prodz atë. E kishtë njoftuar nga ndërtesa e skapit. Kështu që nuk zgjidhet kjo me... Nuk është zgjidhja jo. Jo. Faleminderit për pyetjet.